Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të në News 24, fillimisht që njohim me titujt kryesor. Dita e fundit e fushatës për 11 maj, sot PS e PD mitingje përmbyllëse në Tiranë. Zgjedhjet, policia publikon planin e masave, do angazhohen mbi 5.000 efektiv. Vota s'ka çmim, mesazhi i ambasadës amerikane 2 ditë para zgjedhjeve. Kontrollet e SPAK në Shkodër reagon PSD, asnjë antar i Ynin nuk është përfshirë në krime zgjedhore. E zuri poshtë masivi i Dheut 6 ditë më parë gjendet trupi i 29 vjeçarit Ardit Beshiri. Presidenti kinez në krah të Putin në Moskë në paradë dhe ushtar koreano-verior. Giro d'Italia starton në Shqipëri, etapa e parë Durrës-Tiranë mbyllet me sprint. Jemi tani më gjërësish. Pas një muaj në teren, partitë politike mbyllin sot fushatën për t'i lënë radhën heshtjes zgjedhore. Dy forcat më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me aleatë, do ta mbyllin fushatën në Tiranë. Partia Socialiste ka njoftuar se mitingu përmbyllës do të mbahet në orën 19:30 pranë Parkut Olimpik, ndërsa Partia Demokratike do të mbajë mitingun e saj përmbyllës në Bulevardin e Ri duke nisur nga ora 19. Të dielën e 11 maj, 3.7 milion shqiptar do të votojnë për Kuvendin e Ri. Për herë të parë voton edhe diaspora me 245.935 emigrantë shqiptar të regjistruar. Sali Berisha doli sot përpara gazetarëve, siç tha ai në konferencën e tij të fundit si kryetar opozite me bindjen se pas 12 maj do të jetë në maxhorancë. Kryedemokrati ftoi qytetarët të bashkohen sot Partisë Demokratike në Bulevardin e Ri. Një mesazh për diasporën shqiptare, e cila ka qenë shpirti i kësaj fushate elektorale. Thirrja ime është cili do prej tyre që mund të vijë të votojë në datën 11 maj, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij. Ne mbyllim fushatën më entuziaste, më optimiste të shqiptarëve të lirë, të njerëzve të lirë në Bulevardin e Ri të kryeqytetit. Kjo do jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 maj, kjo opozit është maxhorancë. Bëhet maxhorancë e Shqipërisë. E keni ndjerë dhe ju dhe e kanë ndjerë çdo shqiptar këtë. Kjo është ndjesia më reale, por në mënyrën më të frikshme ka ndjerë Edi Rama. Fitore. Me do të shkojmë tani tek Bulevardi i Ri, aty ku Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë madhështore do të mbyllin fushatën. Lidhemi tani me gazetarin Osman Stafa. Osman, të përshëndes, si është atmosfera atje? Përshëndetje, atyre sa po bëhen përgatitjet e fundit për nisjen e aktivitetit të mbylljes fushatës Partisë Demokratike pas këtyre ditëve, rreth një muaj që partitë politike patën mundësinë për të qenë në çdo qytet të Shqipërisë për të bërë aty fushatën dhe për të bërë zotimet e premtimet e tyre. Ndërkohë ditën e sotme, sa i takon organizimit, po pritet që të vendosen të gjithë temi simpatizantët, mbështetësit e Partisë Demokratike dhe menjëherë do të nisë zyrtarisht aktiviteti ku do të jenë disa persona të cilët do të komunikojnë me mbështetësit që do jenë këtu, por nëpërmjet ekranit edhe me shqiptarë që do ta ndjekin pra këtë aktivitet nëpërmjet ekranit të televizorit. Ndërkohë do të jetë disa personazhe të rëndësishëm ndërkombëtar të cilët janë ftuar nga Partia Demokratike, është Lordi Jackson, Elmar Brok, ndërkohë është edhe strategu i fushatës Partisë Demokratike, Krisla Civitave, do të ketë gjithashtu një fjalë nga Ilir Meta, pra një audio
apo video që mbetet për tu parë, e ndërkohë do të përmbyllet ky aktivitet i ditës sotme me fjalën e Sali Berishës, i cili do të jetë edhe momenti kulminant i kësaj mbyllje të fushatës së opozitës, ku do të diskutohet apo do të artikulohet publikisht sa i takon programit Partisë Demokratike, sa i takon asaj çfarë Partia Demokratike është zotuar se do të bëjë nëse do të fitojë zgjedhjet. Ndërkohë bie në ky fakti se gjatë gjithë kësaj kohe Sali Berisha nuk ka artikuluar në drejtim të drejtësisë së re, sikundër ai ka bërë muaj më herët duke hedhur akuza të forta, ndërkohë që nëse shikojmë në gjitha daljet e tij nëpër qytete të ndryshme, ai nuk është se ka përqendruar fjalimet e tij tek drejtësia, çka do të thotë se strategët e fushatës, sidomos ai i cili e drejton të fushatë, Kris Lasivita, duket si ka sugjeruar Sali Berishës që të jetë kujdesshëm sa i takon raportit me drejtësinë dhe që ta përqendrojë fushatën e tij në një fushatë pozitive, në një fushatë e cila është e përqendruar më shumë tek premtimet, tek zgjotimet, sesa tek themi akuzat në drejtim të kundërshtarit. Mirë Osman, falenderoj për të gjitha informacionet që përcollet, të përshëndes. Ishim me këto pamje të drejtë për drejta nga Bulevardi i Ri, aty ku pritet që Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore të zhvillojë takimin përmbyllës elektoral. Do të kemi mundësinë që më vonë të shkojmë edhe live në Parkun Olimpik, do të jetë kolegu ynë Ergjys Xhençaj që do të na informojë për atmosferën atje në nisje të takimit përmbyllës të Partisë Socialiste. Ndërkohë vijojmë me të tjera informacione. Në prag të mbylljes së fushatës elektorale, Partia Demokratike denoncoi rrjetin e ambulancave të spitaleve publike, duke theksuar se po shpërndajnë para për blerjen e votave. Kandidati për deputet Belind Këlliçi tha se patronazhistët po përdorin ambulancat si bankomate për blerjen e vullnetit të zgjedhësve, ndërsa i bëri thirrje SPAK të vërë në lëvizje task forcën e zgjedhjeve. Informacionet të sigurta të mbritura pranë Partisë Demokratike të Shqipërisë konfirmojnë se rrjeti i ambulancave të spitaleve publike të Tiranës do të kthehet sonte në një karvan elektoral duke shpërndar para për blerjen e votave. Patronazhistët e Edi Ramës do të lëshohen sonte rrugëve duke përdorur mjetet e transportit të pacientëve dhe të smurve si bankomate për blerjen e vullnetit të zgjedhësve të Republikës së Shqipërisë. I bëjmë thirrje SPAK-ut që të vërë në lëvizje task forcën e zgjedhjeve, pasi Toma në Shkodër është vetëm një nxënës i Edit në Tiranë. I bëjmë thirrje drejtorëve të spitaleve, përgjegjësve të rrjetit të ambulancave, që të mos përfshihen në këtë shkelje të hapur të ligjit, pasi do të listohen si terrorist elektoral dhe do të përgjigjen 1+1. Ne përsërisim edhe një herë rezolutën e qartë të Partisë Popullore Europiane, se nëse makineria shtetërore ndërhyn në zgjedhje, rruga e integrimit të Shqipërisë do të ndalet menjëherë. Kush i vjedh zgjedhjet e ka të shkruar qartë fatin në Washington, Bruxelles dhe Berlin. Mbi 6.838 punonjës policie janë angazhuar për mbarvajtjen e procesit zgjedhor që nga nisja e fushatës se do të vazhdojnë deri në mbylljen e numërimit të votave. Policia e shtetit bëri të ditur se në përmbushje të detyrimeve ligjore janë marrë në mbrojtje të gjitha objektet ku janë vendosur 93 KZAZ, ndërsa të shtunën shërbimet e policisë do të vendosen edhe pranë qendrave të votimit. Ndërkohë 813 specialistë u angazhuan paraprakisht për hetimin e krimeve zgjedhore dhe referuan në SPAK e prokurorisë e zakonshme 37 raste. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash të detajuar për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë procesit zgjedhor, si dhe për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore. Janë 6.838 punonjës të policisë të angazhuar, të cilët janë trajnuar për përmbushjen e detyrave gjatë procesit zgjedhor deri në përfundim të tij, ndërsa 6.500 efektiv u angazhuan për mbarvajtjen e aktiviteteve elektorale, ndërkohë 813 specialistë për hetimin e krimeve u angazhuan për hetimin e krimeve zgjedhore dhe në bazë të indicjeve, kallëzimeve nga qytetarët, subjektet zgjedhore apo edhe kandidatët kanë referuar në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe në SPAK 37 raste për krime zgjedhore. Policia e shtetit ka marrë ndërkohë në ruajtje
93 objekte zgjedhore që shërbejnë si KZAZ, që në momentin kur kanë përritur materiale zgjedhore dhe do të qëndrojnë aty deri në largimin e të gjithë komisionerëve nga godinat. Edhe 5225 objektet që do shërbejnë si qendra votimi do të merren në ruajtje nga policia ditën e shtunë. Pas hapjes së qendrave të votimit ditën e diel, policia do të largohet prej aty dhe do të rikthehen në orën 19, kur mbyllet votimi. Gjatë ditës së zgjedhjeve në rast se nga komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët KZAZ apo KQZ-ja do të kenë kërkesa për ndërhyrjen e policisë në zbatim të kodit zgjedhor, policia do të veprojë në kohë konform përcaktimeve ligjore. Ndërkohë në orën 18 të datës 11 maj, shërbimet e policisë do të marrin në ruajtje të gjitha objektet e vendnumërimit të votave, ku do të bëhet numërimi i votave dhe shërbimi do të vijojë deri në përfundim të gjithë procesit. Po ashtu në terren do jenë të angazhuar grupe të gatshme për të vepruar në rast nevoje. Policia e shtetit do bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre për të votuar, apo që synon të tjetërsojë votën e tyre, si dhe u kërkoi të gjitha subjekteve politike që të zbatojnë me korrektësi detyrimet ligjore dhe të bashkëpunojnë me uniformat blu për çdo rast të cënimit të ligjit. Në të gjitha burgjet dhe paraburgimet në vend janë marrë masa të forta sigurie për të shmangur ngjarje të mundshme kriminale si arratisja apo raste të tjera, si dhe për të garantuar mbarvajtjen e procesit të votimit brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit. Masa të forta sigurie në të gjitha burgjet dhe paraburgimet në vend për shkak të zgjedhjeve parlamentare, të cilat mbahen të dielën më 11 maj, për të shmangur ngjarje të mundshme kriminale si arratisja apo raste të tjera, si dhe për të garantuar mbarvajtjen e procesit të votimit brenda në institucionet e vuajtjes së dënimit, policia e burgjeve në bashkëpunim me policinë e shtetit ka rritur masat e sigurisë. Burime pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve thanë për News 24 se në çdo fushat zgjedhore ndiqet e njëjta praktikë me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë. Në burgjet dhe paraburgimet në vend kanë të drejtë për të votuar 3087 të dënuar apo të paraburgosur. Ndërkohë nga listat janë hequr emrat e të dënuarve apo paraburgosurve të cilëve kodi zgjedhor nuk u lejon të ushtrojnë të drejtën e votës për shkak të veprave penale për të cilat janë dënuar apo janë aktualisht në nënhetim. Teksa në ndajnë vetëm 2 ditë nga zgjedhjet e 11 majit, Ambasada Amerikane në Tiranë ka përcjell një mesazh për qytetarët shqiptar duke i nxitur për të marrë pjesë në votime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ambasada Amerikane thekson rëndësinë e votës dhe u kujton shqiptarëve se vota e tyre nuk ka çmim. Në reagim, ambasada inkurajon qytetarët me të drejtë vote për të hedhur votën e tyre si një mjet drejtardh mes së tyre. Vota jote është zëri yt, vota jote është ardhmja jote, vota jote nuk ka çmim, thuhet në mesazhin e ambasadës së SBA në Tiranë. Pas aksionit dhe kontroleve të ndërmarra nga SPAK në zonën e Shkodrës, PSD ka hedhur poshtë informacionet se antarë të shtabeve të saj elektorale janë përfshirë në veprimtari të paligjshme. Përmes një reagimi, PSD përgënjeshtron çdo lajm të tillë duke e konsideruar dezinformim të qëllimshëm dhe dashakeq. Janë sulme të drejtë për drejta ndaj PSD-s, pasi asnjë nga antarët tanë nuk është përfshirë në krime zgjedhore. Nuk ka patur prezencë të policisë dhe as BKH-s në asnjë shtab, në asnjë zyrë elektorale. Këto janë shpifje monstruoze dhe të papranueshme, thuhet në reagimin e PSD, që gjithashtu garanton mbështetjen për SPAK dhe GKK për hetimin e të gjitha krimeve zgjedhore dhe u ka kërkuar autoriteteve që të marrin seriozisht ankesat e qytetarëve në qarkun Shkodër lidhur me shkeljet që lidhen me krime zgjedhore. PSD-ja nuk ka patur dhe nuk ka asnjë lidhje me askënd tjetër të cilëve u janë kryer kontrolle në zyrat apo banesat e tyre. Në vijim, kushdo që përfshihet në të tilla krime zgjedhore duhet të mbajë përgjegjësi ligjore dhe PSD-ja do të distancohet menjëherë. Të vetmit person që është kryer kontroll në banesën e tij është kryetari i PSD-s për malsinë e madhe, zoti Ardian Hysa. Sipas procesverbalit të lëshuar nga SPAK, rezulton se nuk është gjetur asgjë e paligjshme në banesën dhe mjedisin e tij të punës, përfundon reagimi i PSD. Fushata elektorale në Korçë po shoqërohet me tensione dhe akuzat të shumta nga Partia Demokratike, e cila pretendon se kandidati i PS-s Arjan Jaupllari ju ka ofruar para qytetarëve në këmbim të votave. Denoncimi i rastit u krye nga Edmond Spaho, ndërsa Jaupllari e cilëson rastin si makinacion politik dhe i bën thirrje SPAK të hetojë. 2 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, fushata elektorale në Korçë po shoqërohet me tensione të shumta dhe akuza nga opozita se Partia Socialiste po ble vota. Direkt e SPAK-u ja, direkt e ke. Morë vesh. Po pse?
Qa ndalli para juve? Para ne nuk kemi More vesh, ndalli para po thonë. Ne nuk Po para krije në këtorë juve. Kandidati i PD-s për Korçën, Edmond Spaho, ka denoncuar përmes 2 videove në Facebook se përkrahës të kandidatit të PS-s, Arjan Jauplari, kanë ofruar para ndaj qytetarëve në fshatin Podgorie të Maliqit në këmbim të votës, me pretendimin se po kryenin shitblerje votash. Përkrahës të PD-s kanë ndaluar në rrugë një 21 vjeçar dhe e kanë pyetur se kush nga kandidatët i ka ofruar para. 100.000 kështë edhe më mos. 100.000 kështë edhe më mos? Po, do të si në atë ditë. Ja kështë edhe në, apo i kështë edhe në të Do të si në atë ditë, pa ardhur votimet. I keri ka ndorta. Kandidati? Po, keri ka më ndorta. Si ka emrin kë? Në dalin këti, pa të këshërit adinje, pa të jashtë sa dinje. Ky kandidati pëse si ka? Se djetë. Arjan? Pas publikimit të videos nga Edmond Spaho, shërbimet e komisariatit të Maliqit kanë shoqëruar 21 vjeçarin Kleant Kreka për sqarimin e rastit, ndërsa i riu pohon për mediat se gjatë kohës kur e kanë filmuar, ka qenë në presion, ndërsa mohon të ketë marrë para nga kandidati socialist. Më Afrika se kisha i thashë në 2 kafe koti, por nuk jam të vërtet ata. Në shtëpisë kishte njëri s'fara i. S'ka ardhur njëri? Ja si njëri. Po lek të ka dhënë njëri, lek të ka premtuar Jo, njëri? asnjë. Por leka asnjë s'ka dhënë. Vetëm nga Afrika i kanë thënë s'kisha si e thoshin, se isha shumë, dhe s'kisha si t'ike. Arjan Jauplari, kandidati i PS-s në qarkun e Korçës, ka reaguar menjëherë pas publikimit të videove nga Spaho, duke mohuar çdo akuzë për blerje votash. Jauplari, teksa i bën thirrje Spakut, KQZ-s dhe policisë së shtetit për hetimin e rastit, garanton qytetarët se situata është një makinacion politik i stisur nga opozita. Universiteti Luarasi organizoi konferencën shkencore ndërkombëtare me temë drejtësia, siguria dhe të drejtat e njerëzit, ku morën pjesë akademik dhe përfaqësues institucioneve të larta të drejtësisë. Konferenca mblodhi 142 referues nga fusha të ndryshme të së drejtës dhe u zhvillua në bashkëpunim me 16 universitete nga rajoni DBE. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e kërkimit shkencor dhe edukimit cilësor për forcimin e shtetit të së drejtës. Akademik, përfaqësues të gjykatës së lartë, prokurorisë së posaçme, avokatit të popullit, morën pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti Luarasi me temë drejtësia, siguria dhe të drejtat e njerëzit. Pjesëmarrësit në konferencë ndoqën referime nga 142 referues të kësaj konference në fusha të ndryshme të së drejtës. Presidentja e Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Ustembelliu, në fjalën e saj, theksoi rëndësinë e kësaj konference si një shembull i përkushtimit të institucionit ndaj dijes dhe kërkimit shkencor dhe garantoi mbështetjen e saj për çdo nismë që i shërben thellimit të dijeve. Jam njohur paraprakisht me tematikat e referimeve, referuesit, si dhe me ekspertizat profesionale të tyre. Referuar këtyre elementeve, konstatoj se jo vetëm pjesëmarrja dhe formati i kësaj konference, por dhe cilësia e saj paraqitet të një niveli shumë të lartë, duke pasuruar në këtë mënyrë vlera studimore dhe shkencore të saj. Në cilësinë e presidentes Universitetit Luarasi, ka mbështetur dhe do të mbështes çdo lloj nisme që synon kërkimin shkencor në fakultetet dhe Universitetin Luarasi, për vlerat dhe rëndësitë që mbart. Kjo pasi ajo shërben të thëllimit të dijeve për stafin akademik, apo edhe për kërkuesit e rinj shkencor. Për pasojë, do të kemi realisht një përmirësim të nivelit cilësor të këtij stafi, e një zhvillim të një prej shtyllave kryesore të funksionimit të vetë universitetit, e cila ka të bëjë me kërkimin shkencor. Sipas rektorit të Universitetit Luarasi, profesor doktore Temruka, pa drejtësi nuk ka shtet dhe barazi para ligjit. Ndaj ai bëri thirrje që universitetet të nxjerrin studentë të zotë që ta duan drejtësinë dhe jo ta shohin atë si një mjet pasurimi. Unë bëj thirrje që universitetet tona të forcohen dhe të nxjerrin profesionistë të zotë. Dhe detyra e trupës akademike që merret me përgatitjen e juristëve të ri nuk është thjesht që të mësoj ligjet, drejtën penale, drejtën kushtetuese, drejtën administrative, nuk e di se çfarë. Në radhë parë ne do të përgatisim njerëz që ta duan drejtësinë, që të bëjnë drejtësi me pasion dhe jo një drejtësi, ta shikojnë drejtësinë si një mjet pasurimi abuziv. Admir Belishta, dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Luarasi, deklaroi se kjo është konferenca më e madhe organizuar nga ky universitet që nga themelimi i tij. Referuar nivelit të organizimit të kësaj konference, partneritetin në këtë organizim, pjesëmarrësve në referime, përfaqësimit apo shtrirjes institucionale të tyre, tematikave, cilësisë, vlerave dhe rëndësisë së secilit prej referimeve, mund të thuhet padyshim
se kjo konferencë përbën eventin e kërkimit shkencor më të madhin e këtij formati të Universitetit Luarasi qysh nga themelimi i tij. Pjesë e konferencës ishte dhe avokatja e popullit, dekania e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, rektori i Akademisë së Sigurisë dhe përfaqësues të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Kosovës. Në botën e sotme dhe në kohët moderne, është shumë e rëndësishme ky parimi apo trendi i human rights approach, apo qasjes së bazuar në të drejta, duke konsideruar se çdo politikë sociale, çdo politikë shtetërore, çdo vendimarrje duhet të bazohet në të drejta. Ne konsiderojmë fakt këtë konferencë një mundësi të shkëlqyer për thelluar bashkëpunimin me Universitetin Luarasi dhe sigurisht dhe me institucionet tjera të pranishme për të arritur sfidat që unë përmenda, siç është kërkimi shkencor, zhvillimi akademik, por edhe me institucionet e tjera jashtë vendit për të realizuar me sukses një nga pikat kryesore dhe strategjike të Universitetit të Tiranës, që është edhe ndërkombëtarizimi. Drejtësia është themeli mbi të cilën ngrihet një shoqëri e drejtë dhe funksionale. Pa një sistem drejtësie të pavarur, të paanshme dhe të besueshme, nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme, nuk mund të ketë zhvillim, nuk mund të mbrohen të drejtat themelore të individit. Në sesionin e dytë të konferencës ndërkombëtare Drejtësia, Siguria dhe të drejtat e njerëzit, studentët ndoqën diskutimet e zhvilluara në çdo auditor të Universitetit Luarasi me teme drejta penale, ku profesor diskutuar rëndësinë juridike të një shteti. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, i cili është sot më i madhi në rajon për numër pasagjerës, po transformohet fal projektit inovativ të arkitektit të famshëm italian Marco Casamonti. Një shesh i madh këmbësorësh në hyrje-daljen e aeroportit së bashku me një parkim të ri nëntoksor për mbi 1000 automjete do t'jenë në dispozicion të udhëtarëve e turistëve, të cilët e kanë bërë aeroportin me rritjen më të lartë mes aeroporteve të Evropës në vitet pas pandemisë. Kryeministri Edi Rama ishte sot në aeroport, ku njoh nga arkitekti italian me punën e realizuar deri më tani. Transformimi i të gjithë punës në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës pritet të përfundojë brenda këtij viti. Mirë, shkojmë tani live në Parkun Olimpik, aty ku Partia Socialiste do të mbyll fushatën. Lidhemi me gazetarin Ergjys Gjença. Ergjys, të përshëndes, si është atmosfera atje? Daliana, mirë mbrëma. Tashmë pothuajse gjithçka është gati këtu në Parkun Olimpik Kombëtar. Mbështetësit e Partisë Socialiste kanë mbritur dhe pritet vetëm ardhja e kryetarit të Partisë Socialiste, njëherësh kryeministri i vendit Edi Rama, për të nisur dhe ky tubimi final i Partisë Socialiste. Paçka se është tubimi për qarkun që përkon me qarkun Tiranë, ku do t'jenë vetëm kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun Tiranë, por ky është dhe tubimi përfundimtar i Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në këto momente sapo u njoftua që ka mbritur dhe kryesocialisti Edi Rama për t'i dhënë nisje këtij tubimi të Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Nëse mund të arrijmë të shohim kryesocialistin Rama, i cili i shoqëruar me bashkëshorten e tij zonjën Linda Rama, ka mbritur, po shtrëngon duart me mbështetësit e Partisë Socialiste, se kundër mund ta shihni në këtë tubim të madh, dy janë flamujt që valviten nga mbështetësit e Partisë Socialiste, flamuri kombëtar Kuqezi dhe flamuri i Bashkimit Evropian. Ashtu sikurse edhe në tubimin e çeljes së fushatës elektorale nuk ka flamuj të Partisë Socialiste, por mbizotrohen flamujt kombëtar dhe flamuri i Bashkimit Evropian. Organizatorët kanë menduar që ky tubim të jetë më shumë festiv, sigurisht do të ketë edhe fjalime, por është menduar një tubim festiv i këtij tubimi të fundit të Partisë Socialiste. Sigurisht vëmendja kryesore dhe pika kulmore do të jetë fjalimi i kryetarit Rama, nga i cili presim sigurisht përsëritet kjo fjala e kësaj fushate elektorale 30 ditore, pra pasaporta europiane, pra Shqipëria në vitin 2030 pjesë e Bashkimit Evropian. Sekondër ka thënë Edi Rama, pothuajse në të gjitha takimet elektorale, synohet që brenda vitit 2027 të mbyllen negociatat me Bashkimin Evropian e më pas
deri në vitin 2030 Shqipëria të jetë vend antare e Bashkimit Evropian. Sigurisht janë dhe pjesë të tjera të programit elektoralit politik të Partisë Socialiste, ku kryesoret janë rritja rrogave dhe pensioneve, po ashtu investimet në infrastrukturë dhe rritja e mbështetjes sociale. Kjo është atmosfera këtu në Parkun Olimpik, ku të gjithë këmbajnë flamujt kombëtar dhe ato të Bashkimit Evropian në duar. Pritet vetëm pas pak minutash të nis edhe zyrtarisht ky tubim i Partisë Socialiste, ndërkohë që kujtojmë, dita e nesërme, një ditë para zgjedhjeve të 11 majit, është heshtje zgjedhore sipas ligjit dhe askush nuk ka të drejtë të bëjë fushat. Gjithçka nga dita e nesërme deri në momentin e hapjes së qendrave të votimit do të jetë heshtje zgjedhore dhe vendimarrjen do ta ketë elektorati, populli shqiptar, i cili do të vendosë me votën e tij se kujt ja besoj qeverisjen për 4 vitet e ardhshme, nga 2025 deri në vitin 2029. Daliana. Mirë, Gyst, falenderoj për gjitha informacionet që përcolle dhe për të gjithë këto pamje të drejtë për drejta duke na përcjellë atmosferën në fillim të këtij tubimi, takimi përmbyllës i fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Ne do të kemi mundësinë që të transmetojmë her pas here pamje të drejtë për drejta dhe në momentin që kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh dhe kryeministri Edi Rama, do të mbajë fjalën e tij në këtë tubim. Ndryshëm tani temën e informacioneve, ekipet e kërkim shpëtimit kanë gjetur trupin e pajetë 29 vjeçarit Ardit Beshiri, të cilin e zuri poshtë një masiv kromi teksa po punonte me ekskavator në një fabrik për përpunimin e mineraleve në qafë Burrel të Klosit. Kërkimet për gjetjen e të riut vijuan prej 6 ditësh, ndërsa rëshqitja e dheut arriti në një distancë prej rreth 2 kilometra. Pas 6 ditësh kërkime, ekipet e shpëtimit kanë gjetur trupin e pajetë të 29 vjeçarit Ardit Beshiri, të cilin e zuri poshtë një masiv kromi, teksa po punonte në qafë Burrel të Klosit. 29 vjeçari u aksidentua më 3 maj, teksa po punonte me ekskavator në fabrikën e përpunimit të kromit në qafë Burrel, ndërsa një masiv dheu dhe inertesh rrëshqiti në një distancë prej rreth 2 kilometrash duke e zënë poshtë. Kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit fillimisht u kryen me mjete rrethanore për shkak të paqëndrueshmërisë të terrenit, ndërsa disa ditë më pas filloi kërkimi me mjete të rënda. Pas apelit të familjarëve të djalit, u dërguan ekipe mbështetëse nga forcat e armatosura, ndërsa në ndihmë shkoi edhe një ekip nga forcat e sigurisë kombëtare të Kosovës, të cilët kryen kërkime me qenë shpëtimi dhe aparatura të posaçme. Për gjetjen e të riut punuan edhe një grup vullnetarësh. 29 vjeçari Ardit Beshiri prej 5 vitesh punonte në një kompani private që ushtron aktivitet në fushën e shfrytëzimit të mineraleve. Do të shkojmë tani drejt për drejt nga Pallati i Kongreseve, aty ku Partia Mundësia po zhvillon eventin përmbyllës elektoral, po flet në këtë moment e kreu i kësaj partie, zotja Gron Sheha. I ndjekim. Faleminderit. Mi mbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Më lejoni ta filloj duke ju falenderuar secilin prej jush, duke falenderuar ju që na keni ndjekur dhe keni marrë pjesë në takimet tona gjatë kësaj fushat elektorale. Dua të falenderoj të gjitha që u morën me organizimin, jo vetëm sot me të gjitha takimet, e di që ka qenë një punë e vështirë, por unë dua të falenderoj tani sepse mendoj që keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të dashur miq, kur nisëm këtë rrugtim, më pak se një vit më parë, pikërisht nga ky vend, shumë pak ishin ata që do kishin vënë bast mbi ne. Dhe megjithatë, ja ku jemi sot, në ditën e fundit fushatës, 2 ditë para zgjedhjeve, të fortë dhe të vendosur, gati për t'i ofruar Shqipërisë më në fund një të ardhme, ku të gjithë të mund të jetojnë me punën e tyre, pa nepotizma, pa lidhje politike, pa u mbështetur tek partitë e vjetra. Ka qenë rrugëtim i gjatë dhe s'ka dyshim, ata që kanë interes që gjërat të mbeten po njësoj,
kam bërë gjithë shka për të ndaluar. Na kanë sulmuar në televizione, në debate, në takime, në rrjete sociale. Kanë thënë që s'doja dalim, kanë thënë që do na ndalojnë, kanë thënë që jemi të pafuqishëm për të mbrojtur votat tona, kanë thënë që do i trëmbin votuesit tanë, po na sulmojnë sepse e shohin se diçka e madhe dhe historike po ndodh në Shqipëri. Po çlirohet një potencial, një energji dhe një besim i pandalshëm. Koha për ndryshim është tani dhe kjo është ajo që i shqetëson. Në këto ditë të fundit fushatës, dua të jemi drejt për drejt. Muajt e fundit ne kemi filluar të shkundim politikën shqiptare. Dhe kemi një mesazh të qartë për të gjithë. Ky është vetëm fillimi. Të dielën, kur të dilni e të votoni për Partinë Mundësia, kur të zgjidhni kandidatët tanë që të përfaqësojnë zërin tuaj në parlamentin e ardhshëm, aty do të nisi ndryshimi për të cilin vendi ka nevojë. Ky do të jetë momenti i kthesës së madhe. Kjo është arsyeja pse ata janë të shqetësuar. Kjo është arsyeja pse na sulmojnë mua dhe kjo është arsyeja pse ju thonë juve që ne sipas tyre nuk do t'ja dalim, por ne do t'ja dalim. Mos të keni asnjë dyshim. Por le të jemi të qartë. Ata kanë frikë nga ne sepse e dinë që ne nuk blihemi. Sepse ne ja kemi dalë me punë të ndershme, jo me pazare, jo fa lidhjeve politike. Ky është vizioni ynë për Shqipërinë. Një të ardhme ku kushdo që do t'ja dalë me punë, mund të besoj se suksesi arrihet. Ka pasur nevojë të përballet me një burokraci të fryrë, pa pasur nevojë të shtri dorën zyrtarëve të korruptuar, pa pasur nevojë të paguaj taksa që nuk i kthen në shërbime. Të heqë shtetin nga kurrizi i shqiptarëve nuk është thjesht një premtim, është një vizion, është zgjidhja për ta bërë Shqipërinë një vend të pasur, sepse më pak shtet do të thotë më shumë rritje ekonomike, më pak shtet do të thotë më shumë para në xhepat e qytetarëve, më pak shtet do të thotë të shërnjosim korrupsionin. Të dielën kemi një mundësi unike në historinë e Shqipërisë. Për 35 vite kemi jetuar në një duopol që ka zgjatur shumë. Sot politikanët e këtyre dy partive mendojnë vetëm për veten e tyre, jo për ju. Prandaj krijuam mundësi një vit më parë, për të ofruar një alternativë të vërtet, jo thjesht një rotacion. Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Kemi nevojë të lëmë shqiptarët të punojnë, t'ju heqim shtetin nga kurrizi, të përqendrojmë energjitë tona për të ndërtuar të ardhmen, jo për të vazhduar betejat e vjetra të skaluarës. Si shumë shqiptarë të tjerë dhe unë detyrova të largohem nga Shqipëria. Në 90-ën me familjen time, italianët më pritën mirë dhe jam mirënjohës që më dhanë mundësinë të mësoj, të punoj dhe të ndërtoj biznesin tim, por më lejoni t'ju them diçka. Ditën që shqiptarët do na besojnë pushtetin, asnjë shqiptar nuk do të largohet nga Shqipëria për të patur sukses. Një Shqipëri... Si the? Nuk dëgjova. Faleminderit. Si the se nuk dëgjova. Në Shqipëri, një Shqipëri që ecën përpara përmes punës, është një Shqipëri që punon për të gjithë ne.
Një vend ku të gjithë mund të ndjekin ëndrat e tyre. Një vend ku mund të lulëzojmë na dhe, pa pasur nevojë të shesim talentin ton jashtë. Të dashur miq, ju ftoj të bëjmë historinë, të ndërtojmë bashkë një Shqipëri të lirë, ku secili prej nesh të çliroj potencialin e vet. Koha është tani, është sot. Ka qenë një rrugtim i gjatë dhe sot nuk kemi në fund të saj, përkundrazi. Ta dini, ata kanë tentuar të më ndalin edhe më parë, kur denoncova aferat e tyre të pista, kur denoncova korrupsionin, por unë nuk u dorëzova, nuk u tërhoqa dhe nuk do të riqem. Pas 11 maj, kur të na zgjidhni, kur të zgjidhni mua, Eral Kaprin, Barbara Dodën, apo kandidatët e tjerë të Partisë Mundësia, ne do të jemi të pandalshëm në misionin ton për të ndërtuar një Shqipëri të lirë, transparente dhe një vend ku të gjithë mund të jetojnë me dinjitet. Më besoni, nuk do ju zgënjejmë. Ndryshimi po fillon. Shqiptarët duan ndryshimin. Ne dim, si në politik, por edhe në biznes, rezultati varet nga puna në ekip. Dhe suksesi vjen vetëm kur mundohemi bashk, kur secili bën pjesën e vet. Dhe mos të keni asnjë dyshim, unë do bëj pjesën time, por më duhet edhe ndihma juaj. Sepse pa ju, asgjë nga ato që kemi thënë gjatë saj fushate nuk është e mundur. Pa ju nuk mund të ndërtojmë të ndryshim për të cilin po përpiqemi. Të dielën në 11 maj është mundësia jon për të nisur ndryshimin. Por asgjë nuk do të ndodhë nëse secili prej nesh nuk bën pjesën e tij, nëse nuk votoni masivisht për Partinë Mundësia dhe kandidatët tanë. Tani, para se të kalojmë të mbyllja, ne nuk mund të mbyllim të fushat pa prezantuar, e kuptuat, këtë duhet të prezantojmë pa mbyllur fushatën. Ju ftoj të ftoni Belën në skenë. Hajde Bela. Ju, mase nuk e besoni, po Bela nuk e dinte që do të thirrja në skenë. Po ta bëj më të thjesht, Bela. Mund na përshkruash me 2 fjali fushatën tonë, se ti e ke parë pjesën edhe mbrapa të fushatës, jo vetëm atë që ne pastaj kemi nxjerr. Shumë gjëra nuk kemi nxjerr në fakt. Sherret ku ti thoshe që jo kështu ashtu nuk i kemi nxjerr. Urdhë, është... Wow! Është hera parë që flas para kaq shumë njerëzve, edhe po më rre zemra shumë fort. Për pyetjen tënde, Agron. Kjo është fushata ime e parë, është hera e parë që unë votoj dhe është një nga eksperiencat më të bukura të jetës time. Dhe jam e sigurt që ka qenë eksperiencë kaq e bukur vetëm sepse ka qenë Partia Mundësia. Jam shumë krenare që kam pasur mundësinë të jem pjesë e gjithë kësaj fushate dhe shpresoj t'ja dalim. Do ja dalim.
votoj, sepse meriton. Tani, në fakt, të dielën, ose mirë të ënën, ne do zbulojmë rezultatin e punës tonë. Kuptohet, jemi shumë optimist. Por një rezultat e kemi fituar, e kemi arritur. Një rezultat e kemi arritur. Ju kemi folur të rinjve. Nuk e keni idenë se sa të rinj janë afruar politikës falë punës tonë dhe falë belës, kuptohet. Tani, sot jemi... Ndoj që me vendin për mbyllës të fushatës elektorale të Partisë Mundësia, do të zhvendosemi tani paralelisht në dy pjesë të ekranit me fushatën përmbyllëse që po zhvillon Partia Socialiste në Parkun Olimpik, nga ana tjetër dhe Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore, drejt për drejt nga Bulevardi i Ri. Ndjekim. Me skuadrën fituese, kemi qënë në gjdo cep e në gjdo derë, për të thënë se 11 maj nuk është thjesht një ditë e zgjedhjeve të radhës, është një ditë historike, ku së bashku duhet bëjmë bashkë me socialist, progresist, mbështetës, simpatizant, edhe gjdo qytetar tjetër që beson të ky vizion, që beson të kjo punë. Dhe çdo punë e mirë bëhet në skuadër. Dhe unë do doja që sot të ishim së bashku gjithë skuadra e Tiranës, se cili prej jush ka bërë një punë të jashtëzakonshme, nga njësia 1 tek njësia 2, tek njësia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, astiri dhe deri tek Unaza Gjelbërt e Tiranës, deri tek Malësia e Tiranës, duke vijuar nga Zallheri, Zallbastari, duke vazhduar në Vorë, duke vijuar në Pezë, në Drogjë, Vaqare, po kështu në Petrel, në Fark, e në të gjithë kurorën e Gjelbërt. Ndaj, më lejoni që sot të kem kënaqësinë dhe të ftoj të gjithë anëtarët e skuadrës sonë, duke filluar nga Iris Luarasi, duke vijuar me Erion Malaj, Taulan Balla, Adea Përdeni, Ervin Hoxha, Olta Gjaçka, Arben Pollupi. Dëgjoj kundërshtarët tanë, apo edhe këto partitë e reja, gjithmonë nga që e kam lidhjen time personale, më kujtojnë këta burrat që dhunojnë gratë, edhe që kur kanë atë ciklin e muajit mjaltit pas dhunës, i thonë që herën tjetër do jetë ndryshe. Unë besoj se shqiptarët e dinë që nuk mund gënjen më nga gënjeshtrat, sepse në 11 maj jam e sigur që do votoni, edhe pse sondazhet tregojnë që Partia Socialiste do fitoj, kjo arrihet momentin kur të gjithë mobilizoheni, merrni njerëzit tuaj të dashur, i çoni te kutitë e votimit, votoni Edi Ramën edhe Partinë Socialiste.
Mirëmbrëma të gjithëve. Teksa ju shoh tani këtu, ndihem më krenar se kur që jam pjesë e familjes madhe së Partisë Socialiste. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve për çdo derë që na keni hapur gjatë kësaj fushate, për çdo fjalë zemre, për mikpritjen tuaj dhe për gjithçka keni ndarë me ne. Tani është radha që të gjithë bashkë në 11 maj të japin sinjalin e fortë, të votojmë për numrin 5 për Partinë Socialiste. Motra dhe vlezër, shumë faleminderit për këtë mbështetje spektakolare këtu në Tiranë, po dua një duartrokitje për diasporën. Plot 200.000 e më shumë motra e vlezër në diasporë e kanë shtruar tani më fitoren e Partisë Socialiste. Dhe është një fitore si asnjëherë tjetër, më e fortë se të 3 mandatet që kemi pasur deri tani. Por kemi ende dhe pak orë në dispozicion nesër në Greqi. Në mëngjes nxitoni, çoni dhe ju ato pak vota që kanë mbetur për ta shtuar fitoren tonë si asnjëherë tjetër, sepse Edi Rama dhe Partia Socialiste e Shqipërisë janë ngritën dinjitetin Shqipërisë dhe flamurit tonë kombëtar. E tani kemi mundësinë që flamurin tonë ta ngrem në oborrin e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Mirëmbrëma Tirana, të dielën me 11 maj, me Shqipërinë në zemër, po me Evropën në horizont, të gjithë vullosim një herë e mirë të ardhmen që ne meritojmë. Kjo është koha jonë, ky është fati ynë historik, dhe gjithë bashkë me numrin 5 për Shqipërinë 2030 në BE. Të dashur qytetar Tiranës, faleminderit shumë për mbështetjen tuaj spektakolare. Sot të gjithë bashkë të jemi për Partinë Socialiste, të votojmë të dielën numrin 5 dhe të gjithë së bashku për një Shqipëri europiane. Faleminderit. Përshëndetje njësia 2, përshëndetje Tirana! Një përqafim të përzemërt për gjithë secilin dhe mirënjohjen më të thellë për çdo kënd, dyrëve të cilëve kam trokitur gjatë kësaj fushate dhe më kam pritur me një derë të hapur edhe me shumë ngrohtësi. Dhe në fakt, në çdo lagje të njësisë 2, në çdo cep Tiranës, kam gjetur shumë mbështetje, shumë mirësi dhe shumë besim që më ka prekur thellë. Faleminderit nga zemra gjithë secilit. Tirana është më shumë se sa kryeqytet. Tirana është shtëpia jone e përbashkët, është pasqyra e gjithë Shqipërisë, që bën bashkë vlerat, kulturën, energjinë dhe shpirtin që na bashkon. Por, ju, ne, zemra e Partisë Socialiste, e bën këtë qytet më të fortë, më të bukur edhe më të denjë për të... Por demokratët e gjetën rrugën për të mbledhur bashkë, për të ardhur në këtë bulevard dhe për të bërë më të bukur se kur. Nuk ka rrugë që na bllokojnë, nuk ka drita që t'i heqin që na ndalojnë. Fitoria është e jona, nderim për gjithë demokratët, për gjithë qytetarët. Të dashur miq, motra vlezër, demokrat, qytetar të lirë, nderuar miq që keni ardhur nga jashtë, të nderuar personalitete kryetar të partive opozitare, i nderuar Fil, i nderuar Poll, i nderuar strategi fitores më të mrekullueshme politike në Amerikë, Chris Lasivita, miku jon, i cili me 12 maj do t'jesh edhe arkitekti i fitores Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Masore. I nderuar misionar i kësaj betejë, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Ja ku kemi mbritur këtu,
krenar në orët e marshimit final drejt fitores. Mbritëm plot entuziazëm në çastin historik të ndarjes së dy epokave. Prezenca juaj madhështore është dëshmi e forcës sonë dhe provë e besimit tuaj. Pas vetëm 48 orësh, Shqipëria do të jetë një vend më i mirë. Dhe kjo, të dashur miq, është vepra e juaj. Ju do ta bëni tillë. Ju, qytetarët e lirë që rezistuat, ju që e kthyet dëshpërimin shpresë, shpresën në val, valën në frym dhe frymën fitore. 4 vite më parë, dashur miq, ne gjithë bashkë prekëm fundin. Shqipëria u kap nga mafia, krimi dhe korrupsioni morën një mandat të ri. Opozita pothuaj u shpërbën nga sekti famkeq i rilindjes. Pluralizmi rrezikoi zhdukjen. Por ashtu si nata më e gjatë që gdhin një ditë, u duk edhe rrezja e parë e agut. Lindi një thirrje nga një foltore e vetme. Dhe ajo thirrje u bë zë, u bë val e u bë frym, për të sfiduar thuajse të pamundurën, për të ngjallur shpresën, për t'i provuar mbar botës se ne, Partia Demokratike e Shqipërisë, jemi partia që të pamundurën e bëjmë realitet. Mirënjohje pafund demokratëve, qendrestarëve, të cilët në këto 4 vite provash, padrejtësish, betejash dhe goditjesh, me një vetë mohim pa shembull, shpëtuan Partinë Demokratike, shpëtuan opozitën shqiptare dhe i dhanë shpresë një popullit tërë. Miqtë e mi, kjo nuk është vetëm një betejë politike, as ora e fatit të një partie apo një individi të caktuar. Kjo është lufta e dur për dinjitetin ton, për demokracinë, për Shqipërinë ton, për të ardhmen që vendosim ne, jo për atë që donin të na impononin si një eksperiment madh. Eksperiment që synonte dhe synon shkatrimin e shqiptarëve. Provat, të dashur miq, janë aty, më të larta se kullat fantazëm të shijes monstruoze të një kryeministri që quhet Edi Rama, i cili në këto 12 vite i qëndroi besnik atij eksperimenti dhe prodhoi vetëm një gjë, shkatrim. Na shkatroi 12 vite të shtrenjta jete, shkatroi ekonominë, shkatroi familjet, shkatroi Shqipërinë. I detyroi 1 milion shqiptar të largohen, detyroi profesionistët të ikin, detyroi të rinj të marrin rrugët e të rrezikojnë edhe jetën, sikurse të iknin nga një vend athuase ishte në luftë. Por Edi Rama bëri dhe më shumë. Ai pati një ide edhe më të rrezikshme, të klononte këtë shoqëri, të deformonte genin, të jetësonte eksperimentin makabër duke na mësuar se vjedhja është punë, se krimi është karrierë, se varfëria është stil jetese, se bandat janë integrim, se droga është shpëtim, se diktatura është ajo që ka meritojnë shqiptarët e se antivlerat janë vlerë. Ky ishte plani i tij, të na bëjë të durojmë atë që na shkatron, ose për ndryshemi, ne duhet të largohemi. Por, të dashur miq, shqiptarët u zgjuan. Zoti që i bekoi me natyrën u ado shqiptarëve shpirtin, ndaj e gjetët njëri tjetrin, ngjetët të gjashmit tuaj dhe gjithu ngritët bashkë. Shqiptarët e kuptuan se nëse vota mbrohet, ajo kthehet në armë. Nëse ka ndonjë sot në këtë sallë apo kudo që na ndjek në këtë shesh, në media, kudo që na ndiqni, Shqipëria apo jasaj, që mendoni se vota juaj nuk vlen, ju them daluni vetëm një çast dhe kujtohuni. Ata që ju vodhën, ju tmerruan, ju goditën, ju tallën, llogariti bën pikërisht me heshtjen tuaj. Ky që kushti i vetëm që eksperimentit kishte sukses. Por ne nuk jemi kavje. Bollmë, Shqipëria së nesërmes nuk do të ndërtohet mbi gënjeshtra e premtime, por mbi rezultate. Programi Partisë Demokratike është i realizueshëm, i prekshëm për vetëm 100 ditë, për çdo grup mosh, komunitet apo shqiptar, me fitoren e Partisë Demokratike pas 11 majit. Ne do të vendosim minimumin jetik prej 200 eurosh për çdo shqiptar. Do të rrisim pensionet me 20%. Rroga minimale do të jetë 500 euro. Rroga mesatare do të rritet 1200 euro. Karta e konsumatorit do të hyjë në fuqi. Do të ketë një pagesë kujdestarie dhe sigurimesh për personat në aftësi të kufizuar. Çmimi i energjisë elektrike do të ulet në vetëm 7 lekë për kilowatt-orë. Çmimi i naftës do të ulet me 35% e do të falen gjitha gjobat për energjinë dhe ujin e pishëm. Miqtë e mi, fitoria jonë nuk është fundi, por është vetëm fillimi. Meritokracia, transparenca, llogaridhënia do të rikthehen në limfën shtetare si përbërësit jetik të shtetit ligjor dhe demokracisë. Kjo, të dashur miq, nuk është fitoria e një partie politike, por e gjithë Shqipërisë.
jo asaj parcelave me ashash, incineratorëve fantazëm, krimit në pushtet, emigracionit masiv, skemave 5D apo 5B. Kjo nuk është vetëm një zgjedhje, është një çlirim, është një kthes, është dita jonë, është dita e Shqipërisë madhështore mbi pasaportën e rënimit që prodhoi Edi Rama këto 12 vite. Dhe dashur miq, me që jemi ke pasaporta e rënimit, ftoj sot çdo qytetar shqiptar që ditën e diel të bashkohet me Partinë Demokratike për ta grisur një herë mirë pasaportën e narkoshtetit të Edi Ramës, ti njeriu që vodhi shqiptarët, që i përzuri shqiptarët, që i la djepat bosh, që i la Shqipërinë bosh. Bashkohuni me Partinë Demokratike, bashkohuni me Sali Berishën, bashkohuni me Aleancën për Shqipërinë madhështore. Fitore, fitore, fitore! Ka himn kombëtar, por ka edhe himn të opozitës dhe të betejave të saj. Është Renis Gjoka dhe Rezisto, të cilën sonte duhet ta dëgjoni si himnin e fitores. Mirëmbrëma Tirana! A jeni gjallë? A do jeni gjallë të dielën? Ku janë njëshar? Jep! Are duar lartë gjithë! Një majtë. Tha frymë në fundet, duke dorëzuar listën e tij të votuesve për Partinë Socialiste të Shqipërisë edhe për Edi Ramën. Dua asgjë më shumë sot se sa për Ismail Arokën, për Alil Hallën, për Altin Binjakun, që të tretë të ndarë nga jeta vetëm në këto ditë. Një duar trokitje të madhe sepse janë këta burra që bëjnë Partinë Socialiste të Shqipërisë. Shpirti i tyre të pret në paqe e të na udhëheqin nga atje lart. Shikoni, jemi para një ngjarje të madhe dhe historike. 35 vite me radhë ky vend, 35 vite me radhë tre breza kanë kërkuar Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Ja ku jemi, kjo është dita, tani është koha që ne të plotësojmë ëndrrën e çdo shqiptari që ka luftuar për Shqipërinë në Europë. Kjo është dita dhe kjo është ora që t'i japim derë akoma më të madh Partisë Socialiste. Ta skalisim një historinë e këtij vendi si partia që e futi këtë vend familjen europiane dhe i dha një shans të madh e të vogël që e të jetojë si qytetar europian. Për gjithë jetën, për gjithë jetën. Daj një lutje kam. Çdo vot ka vlerë. Çdo vot e kujdo në këtë qytet e në këtë vend e merr vlerën në kutinë e votimit. As në mendje, as në gojën e gjithë secilit. Prandaj me zemër të fortë e me mendje të kthjellët, ditën e diel në kutinë e votimit për t'i bërë shqiptarët pjesë Bashkimit Evropian. E për të zgjidhur gjithë problemet që kemi, edhe me pensionistët, edhe me trinj, edhe me rrogat, edhe me pensionet, edhe me bujqësinë, edhe me turizmin, mjedisin, klimën, e gjithçka tjetër. E për ta bërë këtë vend gjithnjë e më të mirë, siç Partia Socialiste ka pasur traditën dhe investimin për t'ia dhënë këtij vendi. Shumë faleminderit. Dhe me energjinë e jashtëzakonshme tuaj, ftohet në bashkohet Edira Durmishaj, Blendi Gonxha, Etilda Gjonaj, Lindxhet Madhi, Nimi Kodheli, Igli Hasani, Entela Ramosato.
Mirëmbrëma zemra e Tiranës, njësia 8. Zemra e kuqe e Tiranës. Europa ka qenë ëndra e gjyshit tim partizan, ëndra e prindërve të mi, edhe e prindërve të Edi Ramës. Ëndra ime, ëndra e djalit tim, por do t'jetë e ardhmja, e nipit tim, që rri vetëm 100 metra prej këtu. Ndaj unë, si një gjyshe, e cila mendoj dhe luftoj për ditë njësoj si ju, për të ardhmen e fëmijëve tuaj, nipave tuaj, motrave dhe vlezërve tuaj. Nuk do të rresht së punuari për Evropën, vendin që i takon mëmëdheu ton, Shqipërisë sa të madhe, aq dhe të mrekullueshme. Ju falenderoj të gjithë dhe me zemër, motra dhe vlezër, për 25 vite mbështetje, po dua në mënyrë të veçantë të falenderoj një djem mbi djemt. Ai është këtu, është miku im i fëmirisë, Edi Rama, rof Partia Socialiste, rof Edi Rama, rof populli i Tiranës, votoni pesën, është e ardhmja e të gjithëve ne. Zoti ju bekoft, rof Partia Socialiste sa të jetë, sepse është ma e dura, ma e drejta, ma e mira, ma e zonja, për të sjellë në Shqipëri të ardhmen nga e cila nuk do të kthehet. Shikojmë brapa meje ka shumë të rinj, shoh sytë e tyre dhe pyes veten se si do të jetë e ardhmja e tyre. A generation ago, this wonderful country threw off the yoke of tyranny and despotism and communism for freedom and democracy. Para vitesh, brezi i ri e hodhi tiraninë, e hodhi komunizmin, e hodhi despotizmin në emër të lirisë dhe demokracisë. The future of Albania is a great, prosperous, happy future. We are at a fork in the road. E ardhmja e Shqipërisë është një ardhmë e begatë, e cila na pret dhe ne jemi në krye të rrugës. We can take the path of cronyism, corruption, narco-crime, self-centered greed for a small group of people. Ne mund të ndjekim rrugën e korrupsionit, të narkoshtetit, të makutërisë për një grup të vogël njerëzish. Or we can take a different, new, glorious road. Freedom, democracy, business, jobs, prosperity, to make sure Albania takes its place not just in Europe, but the world as a great, forward-looking, ambitious country delivering for its young people. Ose ne mund të zgjedhim një rrugë të re, e cila është e lavdishme, e cila është drejt lirisë, drejt demokracisë, drejt biznesit, drejt punëve, drejt begatisë. Rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe jo vetëm kaq, por rrugën drejt botës, një botë më të madhe, rrugën e cila të çon përpara, një rrugë vizionare, e cila do të hap më tepër mundësi. So finally I say to you in conclusion, victory is this close. Go out and tell your friends and your neighbors and your family, for your children's future, for Albania's future, for the future of this wonderful country. Knock on doors, talk to people, and say to them, support the Democratic Party of Albania and deliver a great future. Fitoria është afër, prandaj flisni me miqtë tuaj, me fëmijët tuaj, flisni me familjet tuaja, të cilët të shkojnë drejt kësaj të ardhmeje. Trokisni në përdyert e tyre, komunikoni me ta, mbështesni Partinë Demokratike për një të ardhme të madhe. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën një mjeku, Zotit Shkëlqim Ahmetaj, të zhgënjur nga Rama dhe rilindja.
Përshëndetje doktor Sali Berisha. Unë jam këtu sot së parit për të mbështetur të gjithë ju që jeni në këtë shesh. Është e vërtet që jam një socialist prej 30 vjetësh. Ndoshta do të jem edhe mbas ditës së mbrëmshme, kur dëgjova kryeministrin, po do të jem edhe nga dita e hënë kur do të lexohet rezultati. Unë jam këtu për të thënë gjithë juve që në këto 12 vite të qeverisjes së rilindjes kam qenë aty si një nëpunës i administratës në mbrojtje të çdo njeriu në nevojë. Jam marrë gjatë gjithë jetës time me njerëzit në nevojë. Kam ndier zhgënjim sepse e kam ngritur në çdo fushat elektorale problematikën e njerëzve në nevojë. Në Shqipëri, për fat keq, në vitin 2025, ne nuk kemi qendra multidisciplinare që të trajtojnë familjarët dhe fëmijët e atyre që kanë probleme. Do të thotë, çdo njeri që ka një fëmijë me probleme, sot vuan sfida të jashtëzakonshme. Doktor, jam këtu për t'ju kërkuar, në emër të tyre, t'i shtosh një premtim të mbajtur kësaj kategorie, që gjatë vitit parë të qeverisjes t'i jepni Tiranës, së paku Tiranës, një qendër multidisciplinare model ku këta fëmijë të shkojnë, të kalojnë ditën, ku familjarët të dalin dhe të punojnë, të jetojnë me dinjitet dhe të mos mbeten peng dhe të zvarriten për një pagesë qesharake. Po ju bëj thirrje, përqafojeni ndryshimin, bëuni të fortë, ndoshta nga ky moment edhe ndaj me do hidhen akuza, u ble, u shit apo jo. Kur mos e shisni votën, mos u blini për asnjë arsye. Liria... Jeta ime është plot me eksperienca të forta, por kjo fushat është eksperienca më e jashtëzakonshme dhe më e bukur e jetës time. Në 11 maj, ne do të hymë një histori, sepse mbyllim tranzicionin shqiptar dhe hapim epokën e re, atë të Shqipërisë europiane. Ndaj votoni Partinë Socialiste, votoni Edi Ramën, votoni PES-ën. Bravo të gjithëve, faleminderit. Faleminderit dhe ftoj të na bashkohen Fatmir Xhafaj, Roi Bashaj, Albana Koqiu, Blendi Sulaj, Xhemal Qefalia, Silda Qepe, Anila Dena e Halil Valteri. Ka edhe më shumë nga skuadra fituese e Tiranës. Përshëndetje Tirana! Një atmosferë fantastike sot. Përshëndetje njësia 11. Në datë 11, çdo banor i njësisë 11, duke filluar nga Labraka, nga Kotër Kamza, nga Instituti, nga Treshi, nga Josip Bashko, të dalin të votojmë numrin 5, Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Ne do të votojmë numrin 5 të dashur miq, sepse njësia 11 e di shumë mirë që me Partinë Socialiste ne votojmë për më shumë punë dhe jo për llafe boshe. Ne votojmë in this space. Sepse sot mund të jem këtu me ju në këtë shesh. I love to be back in this country that I love and when I see the people that I love. Më vjen shumë mirë të kthehem në këtë vend që e dua dhe të takoj njerëzit që i dua. Because I have a strong belief in the future of this country and of this people. I have a strong belief in the future of all of you. Sepse kam një besim të fortë tek e ardhmja e këtij vendi dhe e këtyre njerëzve. Kam një besim të fortë tek të gjithë ju. There is one great man in this country. Ka një njeri
të madh në këtë vend. There is one great leader in this country. Ka një prijes të madh në këtë vend. This one great man, this one great leader is Dr. Sali Berisha in the first row right here. Dhe ky njeri dhe ky prijes është doktor Sali Berisha që është ulur këtu në rreshtin e parë. He is the great leader of this country who once ago, a time ago already, proved that he leads this country into freedom. He has given this proof already. Dhe ju, së bashku me ne, në ditën e diel, në kutitë e votimit, do t'i japim një fitore të madhe Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Faleminderit. A mund ta bëj një përjashtim? Unë dëshiroj që jo rastësisht t'ia lë radhën Roj. Unë dhe Roj, unë e djeshmja, Roj e nesmja e Partisë Socialiste. Përshëndetje Tirana, përshëndetje qarku i Tiranës dhe përshëndetje të rinjtë të Tiranës. Ka për ju. This is a passport. Kjo është një pasaport. This is my passport. Është pasaporta ime. This is a passport of the European Union. Është një pasaport e Bashkimit Evropian. And I guarantee that Sali Berisha is the only leader of this very nice nation who will give everyone a passport of the European Union. Dhe ju garantoj se Sali Berisha është i vetmi udhëheqës i këtij vendi i cili do t'i garantoj se cilit prej jush një pasaportë evropiane. Sali Berisha is the only one who can guarantee you a perspective. The young people right behind me who have a belief in the future of this nation, as do we. Sali Berisha është i vetmi garantor i cili mund t'ju siguroj të rinjve që janë këtu prapa meje një perspektivë drejt të ardhmes. When I look around, I see a lot of people with a lot of hope. Kur shoh përreth, shoh shumë njerëz me shumë shpresë. I see a lot of people with a lot of hope in the future of this very nation, with a lot of hope in the future of the young people. Shoh shumë njerëz me shpresë po te ky komp dhe po te ke ardhmja e të rinjve. And there will be one day in the not so far future where I have a strong belief that we all will see us in the European Union. We will be together here again and meet and have a big celebration, a festival of hope, of love and of future. Dhe gjithashtu unë jam i bindur se në të ardhmen e afër do t'ju takoj që të gjithëve ju në Bashkimin Evropian dhe do të takohemi po këtu në këtë shesh dhe ne do të festojmë shpresën e re. I conclude with a big thank you to Dr. Sali Berisha, the father of this nation. Dua të falenderoj zotin Sali Berisha i cili është ati i këtij kombi. Ju e keni parë të angazhuar në fushat krah deputetëve të opozitës. E keni parë të angazhuar në fushat krah deputetëve të opozitës. E keni parë të bëjë dhe ndonjë sherr të vogël si çuni prapshësh, por ai asnjëherë nuk ka hequr dorë nga bindjet e veta. Ai është reperi vetëm shqiptar që flet për parat në këngën e tij, por para tyre vendos gjithmonë zemrën dhe bindjet. Stresi nuk lëkundet, stresi është njësh dhe me këngën njëshat do t'ju përshëndes sonte. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma vëllezër dhe motra demokrat. Unë sonte kam një këngë surprizë, ja kam dedikuar njishave. Nga ky shesh, e di që Erion Velia po më shef atje me shokët e vetë, apo duke bungur, po. Do doja të nezim gjithë pizza telefonit, ta festojmë këtë këngë, ju lutem shumë. Doktor, je doktori zemrës time, nuk kam faj, Zoti ma ka dënë këtë fundi. Nuk kam faj. A jemi gati ajo? Do fitojmë apo jo? Edhe i pata thënë shoku tim Nojsit, je në partinë e gabuar, vllai. Jemi gati gjithë.
Vazhdojmë. Na jena nisha, ole, ole, ole. Na jena nisha, ole, ole, ole. Na jena nisha, na jena nisha, ole, ole, Vërtet sonte ne mbyllim një pjesë fushatës elektorale, pjesën zyrtare të saj, pjesën publike të saj, por unë mendoj që nga ky moment ne secili prej nesh ka një detyrë shumë të rëndësishme. Të marrë çdo socialist nga dora, të marrë çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo zemër socialiste dhe ta çojnë kutinë e votimit me datë 11 maj dhe të korrë fitoren që ne gjithë meritojmë, mundi që kemi derdhur meriton dhe të bëjmë atë fitore që Tirana nuk e ka parë asnjëherë, Shqipëria nuk e ka parë asnjëherë dhe të shkojmë drejt Bashkimit Evropian me diferencën për të marrë ato mandat që na duhet drejt Shqipërisë Evropiane. Fitore gjithë dhe suksese. Mirëmbrëma Tirana! Dhe unë do them Tirana dhe jo Tirana, sepse Tirana është e të gjithëve. Tirana është e Beratit, Tirana është e Fierit, Tirana është e Dibrës, Tirana është e Korçës, Tirana është e Kolonjës, Tirana është e Florës. Mirëmbrëma Shqipëria! Mirëmbrëma edhe Kashari. E kam të vogël Kasharin, po si thonë, edhe Floriri i vogël është, po vlerën e ka të madhe. Të nderuar miq, vëllezër edhe motra nga gjithë Shqipëria, 11 maj është një ditë shumë e rëndësishme për Tiranën tonë, për Shqipërinë tonë. Ne i kemi fituar të gjitha argumentet. I kemi fituar të gjitha argumentet me kundërshtarët dhe cinikët, sepse kemi ditur të zgjedhim. Ne zgjodhëm kryefjalë integrimin dhe zgjodhëm të bëjmë edhe shumë gjëra të tjera për 4 vitet që vinë. Nuk kemi zgjedhur më të lehtat, kemi zgjedhur më të vështirat, sepse ne shkojmë tek gjërat më të vështira, tek ato që nuk i bën askush, tek ato që kërkojnë energji dhe vullnet të mirë, tek ato që janë ndryshim epokal dhe vota e 11 majit, vota për Shqipërinë Europiane është ndryshim epokal. Prandaj ju lutem, bashkohuni të gjithë, dora dorë, me ato që keni në të majt edhe në të djathtë, dhe ngrijini duart lart për fitoren e Partisë Socialiste. Fitore! Kjo energji shpërthyse e qytetarëve Tiranës, e 33 socialist, është garanci për një fitore historike me 11 maj. Le ta kthejmë ditën e diel me 11 maj, ditën e festës së Shqipërisë Europiane, duke votuar numrin 5 dhe Partinë Socialiste. Ca pika shiu këtu nuk krahasohen me rebeshin që do bien mbi ata te tutje në 11 maj, se sot në ditën e Europës ka qenë një nga ditët kur unë kam qenë më krenar, se ndërse lëvizja nga Baldushku në Petrel e Fark, shikoja që çdo lokal, televizori ishte hapur tek Giro d'Italia. Në çdo lokal po shikonte një pamje të Shqipërisë Europiane. Për një ditë, do jetë dhe nesër, dhe pas nesër, dhe si sot java. Të paktët që nuk shikonin këtë, ishin ata që shikonin Baltën. Se Kneta vetëm Balt mund të prodhoj. Dhe Balta është çmimi që është paguar në Vorë, në Kamës, në Rogozhin, në Kavaj dhe veçanërisht në Tiranë. Për çdo plak, për çdo pëllëmb asfalt, për çdo shtyll a pemë që është mbjell, për çdo punë të madhe dhe të vogël, kemi paguar çmimin e Baltës, duke nisur nga Edi Rama tek të gjithë ata që kanë guxuar
që kam punuar dhe që në datë 11 maj, nga të 5 bashkit e këtij qarku dhe gjithë Shqipëria, do të hapin kapitullin Europian të Shqipërisë duke votuar numrin 5 Partinë Socialiste. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma Kamza, Kavaja, Rogovzhina, Tirana e gjithë qarku. Dua të falenderoj gjithë diasporën, dua të falenderoj kryeministrin. Ka zili emocionet e forta, lotët e humbjes, qeshjen e fitores, na kanë zili, guximi na kanë zili lirin që kemi, sepse nuk e kanë. Dhe e di që të gjithë ata që kanë qenë në anën e kundër dhe të heshtur, e kanë pyetur veten gjatë gjithë kësaj kohe, po sikur të kisha qenë unë në anën e dur të historisë, e kanë pyetur qoftë edhe 1 sekond veten. Unë ju them se ju keni një shans të fundit për ta bërë këtë. Ju keni një shans të fundit për që në anën e dur të historisë, të dielën me 11 maj, kur të shkoni para asaj fletës së votimit. Kur të jeni para asaj fletë e votimi për të vënë atë X, harrojni të gjitha llogaritë. Harroni punën që keni, harroni çdo gjë që keni dëgjuar, harroni njerëzit që njihni dhe jini vetëm ju përballë ndërgjegjes suaj, përballë Zotit tuaj dhe vendoseni me përgjegjësiat e X. Tani për ta mbyllur dua t'ju shkëput një episod nga një dramë e jashtëzakonshme që është bërë dhe film, Shtrigat e Salemit e Arthur Miller. Unë ju sugjeroj shumë fort që ta shihni filmin ose ta lexoni dramën përpara datës 11 maj. Ka një episod në fundin e kësaj vepre ku personazhi kryesor, që është i varur me litar, është i dënuar me varje litar, më falni, për një krim që nuk e ka bërë, i afrohen dhe i japin faljen në rast se ai pranon që e ka kryer krimin dhe kërkon falje. John Proctori, që është personazhi, thot e pranon këtë, kërkon edhe falje. Pastaj xhandari kërkon që të firmos deklaratën. John Proctori thot, po unë ta pranova, ju jeni këtu, keni dëshmitar, pse duhet ta firmos deklaratën? Po firmose, i thot ai. A e the, a e pranove, firmose. Dhe nuk e kupton sepse ka kaq vështirë Johnny që ta firmos atë deklaratë. Dhe Johnny i përgjigjet, po ajo firma është emri im. Është jeta ime. Është emri që unë do u lë fëmijëve të mi. Çfarë emri do u lë fëmijëve të mi nëse i lë diçka një shenjë kaq të paburr? Si do i mësojnë ata që të jenë burra në të ardhmen nëse ato shohin këtë deklaratë? Është emri im dhe nuk do kem emër tjetër për gjithë jetën. Dhe Johnny nuk e firmos deklaratën, e gris dhe varet në litar. Kujtojeni këtë episod në momentin që do jeni para fletës votimit. Ai kryq që vini aty para fletës votimit nuk është thjesht një kryq. Është emri juaj, është jeta juaj, është jeta që do ju lini fëmijëve tuaj. Mos e harroni. Me mundin tuaj, me mendjet tuaj, me besimin tuaj, është truar këtë muaj rruga që Edi Rama bashkë me Partinë Socialiste të udhëheqi Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe të dielën secili nga ju ka një fuqi magjike në duart e veta. Atë vot mundet ta shndërroni në Chelsin përfundimtar të së ardhmes së fëmijëve tuaj të Shqipërisë Evropiane. Wow. Again, I'm always impressed by the size of the crowds. Gjithnjë habitem se sa e madhe është e gjithë kjo turmë. Thank you, Albania. Thank you for your kindness, your support, and for sharing your hopes and dreams for a better future. Faleminderit Shqipëri, faleminderit për mbështetjen tënde, faleminderit që ndan të ardhmen dhe shpresat e tua. Albania, as we heard earlier, is at a crossroads. Shqipëria, sikurse e dëgjuam edhe më parë, ndodhet në një udhkryq. Not only for your dreams and your family's dreams, but this country's position on the world stage. Jo vetëm për ëndrat tuaja dhe ato të familjeve tuaja, por edhe për pozicionin e këtij vendi në arenën ndërkombëtare. Albania cannot afford another term of Edi Rama. Shqipëria nuk mund të lejojë më edhe një mandat tjetër të Edi Ramës. The corruption, the failed economic state which has broken up families.
Korrupsioni, gjendja e vështirë ekonomike, e cila ka shkatruar familjet, the lack of a stable employment opportunity, mungesa e një mundësie punësimi të qëndrueshme, all of the things that define your happiness, Edi Rama has taken from you. Gjithçka e cila përkufizon lumturinë tuaj, Edi Rama ja u ka marrë. But you have a historic opportunity, Por ju keni tani një shans historik. an opportunity to show the world that the Albanian people reject the politics of the past. Një shans që të tregoni se populli shqiptar e refuzon politikën e ckaluarës. That you will not be intimidated, Se ju nuk do të friksoheni and that you will not stop fighting for your families. dhe nuk do të rreshni së luftuari për familjet tuaja. But that only happens if you show up and vote. Por kjo ndodh vetëm nëse shkoni të votoni. Bring your friends, your family, your neighbors, Merrni me vete familjarët tuaj, miqt, fqinjët and fire Edi Rama. dhe lëreni pa punë Edi Ramën. In a new Albania with Dr. Berisha, Në Shqipërinë e re me doktor Berishën, you have a man who has saved lives. do të keni një njeri i cili ka shpëtuar jetë. Why not put your trust in a doctor to save Albania's future? Përse të mos e vendosni besimin tuaj tek një mjek i cili do të shpëtojë të ardhmen e Shqipërisë? A real plan. A real plan to fix the economy and to end the corruption. Në një plan real, i cili do të rregullojë ekonominë dhe do të jap fund korrupsionit. And a real plan that will make your life better. Në një plan real, i cili do ta përmirësojë jetën tuaj. I come to you here today as an American Vi sot tek ju si amerikan, who sees a bright future for a great country and a great people. i cili sheh një të ardhme të ndritur për një vend të madh dhe për një popull të shkëlqyer. The entire world is watching this election. Gjithë bota i ka syt nga këto zgjedhje. Vote for your future. It depends on it. Thank you, Albania, and may God bless your country. Victoria, Victoria, Victoria. Votoni për të ardhmen tuaj. Votoni për mbështetjen tuaj dhe Zoti e bekov Shqipërinë. Pas një rokeri të politikës vjen një rokeri këngës. Sërish Renis Gjoka me një këngë për opozitarët ja honët shkuarën dhe të ardhmen. Zonja dhe zotrin, një hap përpara Në listën tonë të Shqipërisë, Sofika Leshin, Ilva Gjuzin, Halil Koloshin, Ornaldo Rakipin, Antonella Dedej, Lindita Nikolën dhe Pandeli Majkon. Përshëndetje skuadra fituese e Tiranës, përshëndetje rinia e Tiranës. Nuk dua të zjatën, vetëm t'ju them, mos harroni numrin 5 më 11 maj për ndryshimet e bukura që ka bërë Edi Rama dhe Partia Socialiste për Shqipërinë. Faleminderit. Pika e kthesës për Shqipërinë Europiane filloi në vitin 2013, kur Edi Rama në krye të Partisë Socialiste nisën vizionin për Shqipërinë Europiane. Më 11 maj është sprinti final drejt rrugëtimit ton europian. Për të gjithë shqiptarët, numrin 5, 11 maj për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Mirëmbrëma e bukur Tiranë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen dhe energjinë pozitive që na keni dhënë gjatë gjithë kësaj fushate. Dhe jam e sigurt që edhe me 11 maj do të jemi të gjithë së bashku si një familje për fitoren e padiskutueshme të Partisë Socialiste me numrin 5. Forca dhe suksese të gjithë kandidatëve. Përshëndetje Tirana, përshëndetje Kamza, Pasarja. 11 maj është ditë historike, vota 11 maj është votë ecës përpara drejt
Bashkimit Evropian, ju ftoj që kur shkoni në kutitë të votimit, me ndërgjegjët e pasura dhe me mendet e kthjellët, votoni Partinë Socialiste, votoni numrin 5 Edi Ramën. Faleminderit. Përshëndetje Tirana, përshëndetje Kavaja. Me 11 maj votoni Partinë Socialiste, votoni Edi Ramën për fëmijët tanë, votoni numrin 5. Faleminderit. Zemra mal për mikpritjen, besimin dhe dashurin. 11 maj është pik takimi me historinë. Ndaj derdhuni drejt qendrave të votimit. Votoni për Shqipërinë Europiane. Votoni për pasaportën europiane për fëmijët tuaj. Votoni për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Mirëmbrëma gjithë qytetarët e Tiranës, të Kamzës, të Vorës, të Rogozhinës dhe Kavajës. Ju jemi falenderues dhe minjohes për gjithë mbështetjen që po jepni Partisë Socialiste. Ndaj, votoni në 11 maj, numrin 5 për Partinë Socialiste dhe Shqipërinë Europiane. Mirëmbrëma Rogozhina, mirëmbrëma Tirana, gjithë së bashku me 11 maj, drejt fitores së madhe për Shqipërinë Europiane, votoni numrin 5. Faleminderit. Mirë se u gjetëm. Vëllezër dhe motra, sot është një udhkryq i madh i historisë, sot në 9 maj. Sot është dita e fitores mbi antifashizmin dhe dita e luftës për Europën. Të parët tanë e fituan, tani na takon ne, si pasardhës tyre, të fitojmë, me vot të trokasim në dyert e Europës për të gjithë, për të majtët dhe të djathtët, sepse këtë radhë, si asnjëherë më parë, vota për Partinë Socialiste është vot për Shqipërinë. Fitore! Dhe që vota për Partinë Socialiste të jetë vot për Shqipërinë, dhe që vota për Shqipërinë të jetë një ardhme për gjithë fëmijët, trinj tek këtij vendi, për ata që ndërruan Shqipërinë e zhvilluar moderne, Shqipërinë europiane. Unë ja jap fjalën atij që më së pak ti flet për këtë dhe më së shumë ti bën për Shqipërinë. Edi Ramës. Seriozisht që do në dëgjoni akoma dhe i fjalim timin tani. Tiranë e dashur, Shqipëri e shtrenjtë, shqiptar dhe shqiptare, pa dallim feje, krajine ideje, kudo ku jeni në Shqipëri, Europë, e gjetë në përbot. Vëllezër dhe motra, socialist dhe progresist Shqipërisë, ju këtu shok dhe shoqet armëve nga Tirana që ne Partia Socialiste e Shqipërisë e nxorëm nga gërmadhat e anarkisë pa shtet të viteve 90 dhe më pas e rilindëm si shëmbëltyrën e ambicjes sonë për Shqipërinë Europiane.
Ju jam mirënjohës nga zemra për pranin tuaj në këtë fushë dhe u rikthyem këtu e gjithë skuadra e Tiranës tonë. Jo thjesht në takimin përmbyllës të një tjetër betejë zgjedhore, por në kulmin e një tjetër rrugtimi 4 vjeçar, ngjitjeje lart drejt majës ku ndodhet Shqipëria e Evropës Bashkuar. Dhe unë nuk besoj tek rastësitë. Unë besoj se nuk ka rastësi në faktin që ne sot jemi këtu në 9 maj, në ditën e Europës, për të thënë fjalën e fundit të këtij rrugtimi dhe pastaj për të shkuar së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve, shumicën më të madhe ndonjëherë të shqiptarëve në kutitë e votimit dhe për të firmosur aty me njëri tjetrin marrëveshjen tonë të madhe për Shqipërinë Europiane, për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kancelarit Friedrich Merz, të cilin pata rastin ta përshëndes në Valencia. Dhe të asiguroj se për Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare, fitoria e CDU-s, zgjedhja e kancelarit Merz në timon në krye të ekzekutivit Gjerman në udhëheqjen e Gjermanisë dhe Europës, konsiderohet një fat i madh, një vendim i një rëndësie historike për Gjermaninë, Europën dhe mbar vendet e këtij kontinenti. Siguroj se Partia Demokratike në qeveri do vendos bashkëpunimit me të ngushtë me qeverin e kancelarit Merz për i vendosje të shtetit ligjor, ligjit, funksionimin e ekonomisë së tregut, për shtrimin e Shqipërisë në një eksportues të mirash, materiale, madhrash, made in Albania në Gjermani dhe në Europë, dhe jo krim, jo refugjat, si që është sot, i dashur Lord Jackson, jemi jashtëzakonisht nderuar me pranin tuaj sot. Ardha juaj në mbështetjet të opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike është një ndihmë e çmuar, por është gjithashtu vazhdim i një tradite të kahershme të bashkëpunimit të shkëlqyer midis Partisë Demokratike që në themelimin e saj dhe Partisë Konservatore të Britanisë Madhe. Ju siguroj se Partia Demokratike në pushtet do të konsolidoj gjithnjë më shumë lidhjet dhe bashkëpunimin me Partinë Konservatore dhe vendin tuaj të madh dhe mik. I dashur Zoti Krislas Sivita, arkitekt i rikthimit më të madh në historinë e njerëzimit me votën e lirë, rikthimit të presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Mirënjohjen më të pakufishme ju për vendimin që muart të angazhoj me të gjithë potencialin tuaj për rikthimin
e Partisë Demokratike dhe Sali Berisht në pushtet, emri juaj janë larg e më larg, shumë larg, ndërkohë që ne edhe aritmetikisht do të ngjitemi përsëri më lart, më e pakta 78 mandate. Ky është blof, ky është truk, kjo është propagandë, thanë disa duke komentuar memorandumin e Kuqit. Dhe pyetja ime është, po pse nuk qenë ka e vërtet, apo të paktën në mos e vërtet, pse nuk qenë nga e mundshme? Ne kemi sot 74 mandate, apo jo? A di kush ma thot ku? Në cilin qark? Pse? Ne do ta humbim njërin nga këto 74 mandate. Në Kukës, në mos e marshim dhe një tjetër, ndukan si na e marrin atë një që kemi. Apo jo? Se nuk e lejon aritmetika është problemi. Aritmetika që unë kam mësuar në liceun artistik, jo ajo 7x7, 6 milion, apo ajo 50.000 ranë në 60.000. Në Shkodër kemi 3 mandate nga 11 që ka Shkodra. Më pak nuk ka ku të shkoj. Pse do humbim dhe i tjetër? Apo mos vallë kryetari i bashkisë antikomunisti Lëkur Gri Bardh Hardhuca, ai që mundi Benet Becin 2 vjet më parë, po e transformon Shkodrën nga një vend plerash, ferrash dhe plurash të mbledhura në 3 dekada qeverisje të Partisë Socialiste për Shkodrën, në një vend të denjë për vizionin europian të demokratëve. Ju arritët me përkushtimin tuaj, me fisnikrin tuaj, me përullësin tuaj, të fitoni zemrat dhe mendjen e qindra mijëra shqiptarve. Ju bët të pabesueshmen, të besueshme, reale, ju mblidhi sot në prag të një fitorie madhështore.